Udhëtimi i Katy Perry në hapësirë me 5 gra të tjera në ekuipazh, përfshirë të fejuaren e Jeff Bezos, ka ngritur një debat të madh në internet, për një mori arsyesh. Ato udhëtuan në hapësirë me raketën e Blue Origin, mision historik dhe udhëtim që zgjati rreth 11 minuta. Por a mund të quhen tani astronaute? Kjo ka ngritur një diskutim të gjerë në media e po ashtu nga përdorues të shumt në rrjetet sociale. Ato nuk do ta marrin këtë titull zyrtar nga Administrata Federale e Aviacionit, as nga NASA apo Ushtria Amerikane, të cilat kanë kritere të veçanta për të përcaktuar statusin e astronautëve komercial. Udhëtimi u realizua me një raketë vetëdrejtuese dhe arriti në një lartësi maksimale prej 107 kilometrash mbi tokë, duke kaluar vijën e Karmanit që njihet si kufiri i hapësirës. Raketa përbëhet me 2 faza, pjesa shtytse apo boosteri dhe kapsula aty ku qëndron ekuipazhi. Disa minuta pas nisjes, boosteri u shkëput nga raketa dhe u kthye përsëri në tokë, një teknologji që sot cilësohet si revolucionare. Kapsula u kthye më pas po ashtu me ndihmën e 3 parashutave. Gjatë qëndrimit në hapësirë, anëtarët e ekuipazhit përjetuan rreth 4 minuta një gjendje pa gravitet. Për më shumë rreth kësaj lexojeni në telegrafi.com.